Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në kallëzo për një me. Luftimi i narkotikëve është njëri prej prioriteteve nacionale të Kosovës dhe pjesën e parë të këtij emisioni. Do ja kushtojmë lidhjeve që njerëz të cilët ishin të thirrur për të luftuar narkotikët, pra zyrtarët e policisë së Kosovës, i kanë me njerëz që janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me pretendimet se janë pjesë rrjeteve ndërkombëtare të trafikut të drogës. E në pjesën e dytë të këtij emisioni kemi me folë për të drejtat e punëtorëve dhe trajtimin e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Ky është njoftimi i Departamentit të Thesarit të Shtetit Amerikan i lëshuar në mars të vitit 2015. Ky njoftim i nënshkruar atkoh nga presidenti i SBA-s, Barack Obama, kishte bërë bujë të madhe edhe në Kosovë, por edhe në mbar rajonin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë njoftim tregonin se kishin vendosur në listën e sanksioneve Nasar Kelmandin dhe 4 fëmijët e tij. Në njoftim, Departamenti i Thesarit apo departamenti i cili vendos personat në listën e zezë të SBA-s përshkruante se organizata Nasar Kelmandit ishte marrë me trafik të drogës nga Afganistani e Turqia në drejtim të Europës. Nga viti 2015 e tutje, Kelmandi ishte arrestuar nga EULEX dhe në fund në gjykatën tonë ai kishte dalë pa fajshëm. Por ai dhe familja e tij vazhdojnë të jenë në listën e sanksioneve të SBA-s me pretendimet e njëjta, se ishin pjesë e trafiqeve të drogës. Familja Kelmandi është e njohur për origjinën e saj nga Peja. Atje, sipas Departamentit të Shtetit, kanë edhe disa biznese. Por cila është lidhja e familjes Kelmandi me krerët e antidrogës në policinë e Kosovës, këtë kemi me zbulu sonte. Policia e Kosovës organizon drejtorinë e antidrogës në Çandër dhe në rajonet e saj. Sipas kësaj strukture, njësitë qendrore kontrollojnë edhe njësitë e vendosura në rajone. Në rajonin e Pejës, edhe për një kohë edhe në rajonin e Gjakovës, e prori në Çandër të këtyre njësive ishte Togeri Astret Jasiqi. Ai u hoqi shumë operacione kundër drogës, duke shënuar rezultate sidomos në hetimin e trafikut të marijuanës. Paralelisht me njësinë antidrogës, Jasiqi bashkë me rreshterin Hasan Lajqi, një drejtues tjetër në antidrogën e Pejës, figurojnë si pronar të një dyqani për shitjen e armëve me emrin Real Arm SHPK. Pra, në njërën anë, e prorët kishin për detyrë luftimin e drogës, ndërsa në anën tjetër merreshin me tregtim legal të armëve. Në këtë pikë, një kallëzues i emisionit tonë na ka ofruar një dokument shumë të rëndësishëm. Me datë 23 dhjetor 2020, Togeri Astret Jasiqi në atkoh kishte depozitën e drejtuesit të njësisë antidrogës në Pejë, kishte marrë një autorizim nga Besnik Kelmandi, djali i Nasar Kelmandit, i cili figuron në listën e zezë të SBA-s. Autorizimi ishte përpiluar në zyrën e noterës Ferasta Pejerinović dhe me këtë autorizim, djali i Nasar Kelmandit, një person në listën e zezë të SBA-s, autorizonte Astret Jasiqi në atkoh, shefin e antidrogës së rajonit të Pejës, që ta përfaqësonte në procedurat ligjore për marrjen e lejes për një anë të zjarrit. I tërë procesi ishte zhvilluar në publik me dokumente, por pa u vënë re nga askush. Ne kemi synu me xhurmu se cila ishte lidhja të Togeri Jasiqit dhe pse ai kishte pranuar me marrë një autorizim nga djali i Nasar Kelmandit. Duke qenë dieni që dokumentin të cilin e kishim në dorë ishte dorëzuar për të marrë procedurat për lejen e armës, kemi kërku të përcaktojmë vërtetësinë e tij duke kërku të dhëna prej Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me 3 qershor 2024, ekipi ynë ka dërguar një kërkesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në atë kërkesë kemi tentuar me marrë sharrime nëse ky dokument ishte i vërtetë. Kërkesa, edhe pse është përsëritur disa herë, nuk kishte marrë përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga viti 2024, kur ne kemi dërguar kërkesën tonë të parë, situata në terren ka ndryshuar.
Dy veprorët e policisë, pronar të poligonit, kanë dhënë dorëheqje. Në bazë të asaj se çka ka mësu kallzo.com, ata kanë dhënë dorëheqje me 20 shkurt 2025. Djali i Nasar Kelmandit, Besniku, një person i cili është në listën e zezë të SHBA-s, me arsyetimin se ishte pjesë e rrjeteve të drogës, kishte shkuar bashkë me shefin e antidrogës së PE-s në zyrën notariale të noterës Ferrasta Pejerinović, dhe para saj, shefi i antidrogës kishte marrë autorizimin që ta përfaqësoj Besnikun në procedurën për marrjen e lesë për armë. Ky autorizim ishte marrë në kohën kur Jasiçi udhëheqte me operacionet kundër drogës në rajonin e PE-s. Për me gjurmu matutje këtë çështje, ekipi ynë ka tentu me marrë qëndrime prej institucioneve. Të vetmit që kanë dhënë një përgjigje janë policia e PE-s. Ata në një përgjigje të qartë kanë konfirmu se autorizimi Kelmandit për Jasiçin është dorëzuar në policinë e PE-s. Duke ju referuar kërkesës suaj, ju njoftojmë, bazuar në evidencat e zyrës për aplikim për armë në stacionin policor në Pej, në dosjen e qytetarit Besnik Kelmandi nga Peja, është i deponuar autorizimi numër LRP 2870-2020 në emër të Astrit Jasiçit. Kontakti ka qenë i pamundur edhe me Besnik Kelmandin. Për të vënë një kontakt me të, kemi kontaktu bashkëshortën e tij. Falim që po të shqetësoj, a është numri Besnik Kelmandit? Po. Jo, Madelina Ahmeti, gazetare për kallzo.com, kisha dash me kontaktu me të, e gjeta qëtë numër. Po lidhje me? E kam një temë të cilën jam të e trajtu një autorizim të vitit 2020, e po më duhet me bisedu me zotrin Kelmandi në mënyrë që me kuptu qartë formën që shë ka bu që atë autorizim për marrjen e lesë armës, me një kompani që është në Pej. Veku, se sëmë shpejt të fasim që të numëra, mund të? Po, pa tjetër. As bashkëshortja e as vetë Besnik Kelmandi nuk janë lajmëru pas kësaj telefonate që është regjistru me kallzo.com. I vendosur në listën e zezë të SHBA-s, Besnik Kelmandi nuk e kishte pasur problem që në zyrën e noterës në Pej të autorizonte shefin e antidrogës së PE-s për ta përfaqësuar në procedura ligjore. Secili që e lexon përshkrimin e listës së zezë për familjen Kelmandi do i parashtroj pyetje vetës. A kishte në Pej ndonjë lëndë apo hetim për pretendimet për drogën? Për me sqaru këtë situatë, kemi tentu me marrë përgjigje nga Togeri, cili tashmë ka dhënë dorëheqje në policinë e Kosovës, Astrit Jasiçi, dhe rreshterin tani në dorëheqje Hasan Lajçi. Alo? Përshëndetje, zotri Jasiçi, Adelina Ahmeti në telefon për kallzo.com. Turna. Dashta me të pyet në lidhje me rastin, po besoj e keni dashur i keni disa emaila dhe kërkesa prej anës tam për me bu një sqarim në lidhje me një autorizim. Veç dashta me të pyet edhe kom dash me ju pyet gjithë këtë kohë, nëse veç e keni ditë paraprakisht Besnik Kelmandi është djali i Nasar Kelmandit kur e keni marrë autorizimin. Zotri Lajçi, përshëndetje, si je? Përshëndetje. Jo, Adelina Ahmeti për kallzo.com, nësë po të shqetësoj diçka. Porno. Zotri Lajçi, për rast juve me qenë se me zotrin Jasiçi po munde me ra në kontakt, pavarësisht pse i kam dërgu. Nuk kam kohë mua. A mundem të lutem vetë me pyet nëse jeni në dieni për autorizimin? Për me marrë një qëndrim, kemi dërgu edhe një email tek adresa zyrtare poligonit e cila është në pronësi të Jasiçit e Lajçit. Deri në transmetimin e emisionit nuk kemi marrë as edhe një përgjigje në lidhje me kërkesat tona. Për me qenë korrekt, kemi telefonu, ju kemi dërgu mesazhe telefonike edhe ish Togerit Jasiçi edhe ish rreshterit Lajçi. Në të gjitha kërkesat tona nuk kemi marrë as një përgjigje. Shikues të nderuar, ne kemi arrit me dokumentu autorizimin që djali Nasar Kelmandit i ka dhënë ish shefit të antidrogës së PE-s.
Kallzo.com për muaj të tërë ka kërkuar nga institucionet edhe dosin për procedurat që ndjeki djali Naser Kelmendit për të marrë lejen e armës. Sipas dosjes, të cilën e ka siguruar Kallzo.com, figuron se Besnik Kelmendi i ka kaluar të gjitha filtrat për të marrë armë, ndërsa Astrit Jasiqi figuron në dosje si person i autorizuar, i cili përveç dorëzimit të dokumentacionit, ka shkuar edhe para zyrave të Policisë së Kosovës për të nënshkruar edhe pëlqimin për marrjen e lejes së armës për djalin e Naser Kelmendit. Në bazë të lëndës, Kelmendi ka dorëzuar një dokument të gjykatës që dokumentonte se nuk ka të kaluar kriminale, mirëpo, në procedura, nuk është përmendur në asnjë moment se ai është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E ne, kemi me vazhdu me xhurmu edhe më tutje këtë rast për të sjellë tutje të dhëna se si arriti njeriu nga lista e zezë të autorizoj i shefin antidrogës. E tani shikues të nderuar, nga Peja po udhtojmë drejt Prizrenit. Atje do gjurmojmë një situatë, një aksidenti në një vend punishte ku një grua vdiq nga shtypja e një kamioni. Kemi vendosur me trajtu këtë rast për të denoncuar një sindrom e cila ndodh në aksidente të punës, e cila bëhet e fshehur në plot raste prokurorisë së shtetit. Me 11 dhjetor, një grua rreth moshës 55 vjeçare vdiq pasi u shtyp nga një kamion në pronësi të kompanisë Renelual Tahiri. Aksidenti ndodhi në një zonë ndërtimi dhe rasti tashmë po hetohet prej prokurorisë së Prizrenit. Sipas ligjit, gjatë procedurave gjyqësore palët në këtë rast të dyshuarit dhe viktima, çdo veprim të cilin e ndërmarrin duhet ta vënë në dijeni prokurorin e shtetit. Por hulumtimi ynë zbarë se gjatë hetimit të këtij rasti, prokurori të Prizrenit i cili po drejton hetimin i është mbajtur i fshehur një fakt shumë i rëndësishëm për çështjen. Pronari i kompanisë i ka dhënë 5.000 euro familjes së viktimës. Pas kësaj mbështetje, familja ka nënshkruar një deklaratë të pajtimit e cila është dorëzuar në prokurori, por duke shmangur informacionin si janë paguar parat. Viktima në këtë rast i përket komunitetit egjiptas. Ajo në ditën e aksidentit ishte nisur për të shtëpia me ushqime në dorë, të cilat i kishte marrë në një organizatë që shpërndante ushqime për familje të nevojë. E gjatë kthimit, ajo u shtyp nga një kamion i cili po delte nga një vend punishte në Prizren. Momentin mama më kontu shku me marrë bukën të Halil Kasrati, to shta e njeni ato që i jepë ndim, a i bamirësi. Edhe unë jam konë në shpe të babi jem, atër mami u shkon të hec rrugës për para, rrugës vetë u konë të hec, e kjo i ka ra prej për mrapa, do me thonë e ka shkel një herë, kur e ka vrejt që ka shkel diçka, u këthy edhe një herë e ka shkel. Atër babi edhe vlavi unë konë poshtë e banesa, se s'ka ndodhë shumë larga aksidenti prej banesës tonë, edhe babi e ka pa që, adin ka ndodhë diçka, se ka pa shumë njerës, u afru, edhe kur e ka pa nanën tem për toke. Atër ka ardhë vlavi, ka të rëgum, ka thonë, me irem, hajde se mama e ka shkel keri, mama adin veç në la. Edhe unë se kom besu që ka vdek, adin kom menu që është gjallë edhe është unë prit, apo kupton me shku me qute mjeku ose diçka, po kur kom shku atëre kom pa shumë polic, edhe unë e lypsha nanën tem thysha ku është mama. Kom pa atëre për toke, kom pa normal policia së më kanë lonë mu afru, ka ardhë atëre dhe emergjenca, mas ne i kanë edhe unë e jem 3-4 orë për toke. Atër shkam kam jetë piku konë që masin kufoma ka dalë prej venit, banesa hala ka fillu me punu. Kush ju ka ftu juva? Ju ka ftu naj kush më ju intervistu çka ka ndodhur, ç'u ka ndodhur? Jo, për masa ne do me thonë, masi ka ndodhur rasti mamës, më kanë ardhur veç shumë njerëz që këta kanë dashur me u pajtu me neve. Normal unë për fillim nuk i kom pranu hiç, se kom pranu as të mborrim të mamit, si kom pranu as për kryshnosh më marr, s'kom dashur me pa kërkonin. Pa atër kur kemi shku veç me u marrë veç me kompaninë, sa ata kanë pas qef me fol me neve, ata na kanë dhonë veç një ndim të vogël edhe na kanë thonë që çto janë veç për qef. Apo kupton, do me thonë janë veç për shpirtin e sajna, do me thonë. Në ndërkohë pas aksidentit, në familje paraqiten përfaqësuesit e kompanisë të cilët, sipas traditave, kërkuan një proces pajtimi i cili shoqërohej edhe me një ndihmë prej 5.000 eurosh për familjen për të mbuluar procesin e varimit. Kjo ndihmë dhe falja u kanalizua në një dokument jo formal që nënshkruhet si procesi pajtimit e që më pas do dorëzohej në prokurori. Atëherë ata na kanë ndonë 5.000 euro, atër babi jem ka thonë
Edhe halla jam më kon fakt, kanë thonë mos mendoni që çto 5.000 euro janë që na kena ardhur përpara këtu dhe për me ja fal atina. Atra ta kanë thonë jo, po baba jam e ka bëu për hir të Zotit, se thoshin nuk e ka bëu me qëllim. Do me thonë kërkush nuk ka qef në ditë sotit me shkel dikon. Atëherë të honën kemi paraqit me sigurim, edhe na kanë thonë që na çka kemi me ju ofru, do me thonë. Se kanë dashur edhe me ndihmu babin tem për shkak se babi jam i ka kushtet e vështira, se s'mundet me punu, do me thonë është i smut, prej sheqerit, prej nyrës, prej tona cenave. Kanë thonë që çka kam ju ndihmu, kam ju bo, adin shumë fjalë të mira kanë dhënë. Në fund më kanë ofruar atë sigurim 6.000 euro. Do me thonë adin edhe më ka ardhi natë në tem nuk e ka shkel një bicikl, po e ka shkel adin një kamion i madh. Para mendoj do është puna që 2 herë ka shkel, nuk e ka shkel veç një herë. E ka shkel një herë kur e ka vret diçka, u kthy edhe një herë dhe e kalon për tokë. Tash, në prokurori ekziston një dokument, të cilin prokuroria në bazë të avokatit po pretendon që ju atë dokument e keni nënshkruar me vetdije për me u pajtu dhe mos me ndjek rastin. Çu shndron e vërtet ato? Rastin na kemi ndasht me ndjek, por na e kena falë do me thonë veç për hir të Zotit, ama rastin për me ndjek po, na kemi thonë çka të vendos gjyqi, na e kemi nënshkruar çat letër, do me thonë çto letra janë veç e keni falë familjes, ama që ka me shku letra në prokurori dhe ai ka me dal prej burgit me majt para burgim, shtëpijak, une nuk e kom dit. Na si familje nuk e kemi dit, edhe do me thonë kanë kalu që tash i bën nana jeme 3 muj, që kërkush nuk më ka thirr, do me thonë adin me dal ose me na marrën pyetje si familje e viktimës që jem, adin me bisedu me ta, jo, për derisa kom shku të avokati, atër avokati ka shku direkt në prokurori edhe na ka thonë që jo juja keni falë, tash pëse s'na keni thirr, tha nuk kemi pas numër t'juj. Kështu që ata kanë mujt gjithçysh me na gjetë numrin sekret, dhonat e tona janë konë qaty. Qa dokument, ata këshin mujt me na thirr, po nuk na kanë lajmëruar. Shka ka shkrujt me Iremin atë dokument? Shka ka pas shkrume? Dokument nuk është, unë e kom lexu, para se me nënshkru, do me thonë kom thonë, a muj me lexu një herë, dokumentit atëre me nënshkru. Do me thonë kur gjo, vetëm që na jena pajtu edhe nuk ka mos marrëveshje me familjen. Kur gjo tjetër. A ka shkrujt ndonjë paragraf nëse e ke lexu komplet që ky rast mundet me u përdor në prokurori së gjykat? Jo, për prokurori kësi sene nuk ka pas asnjë dhe do me thonë se kom di që letra ka me shku. Se në qovë se te kisha di që qaj letra ka me shku në prokurori, unë se kisha nënshkru. Unë okej, me familjen jam okej, ama qaj letra me shku në prokurori nuk e kisha pranu. A ditë kur ma të regoj mu prokurori, unë e shumë jam çudit. Bile prej natit ja kom njësë edhe me kajte, ka pa edhe avokati, adin qa që kes që e kom një vetën. Nuk e di, ata thoshin që po dojme në ndihmu, ama me që cen që e kanë bo, mu nuk po mdu këtë ndihma, po kupton? Edhe do me thonë ata që me 5.000 euro që na kanë donë, nuk e di tash, a i kanë donë për qep, a i kanë donë që kompania u desht, me donë që ka shumë, se neve na kanë donë rasti stepte, nuk është që jemi provu me qëto sena, po kupton? Edhe babi jam nuk ka ditë, sa din ingrati, se nuk jemi ka me vedi asnjë. Unë për vetin do shta halo komet me trauma, unë prej që kom pa nanën tem për toke, s'di, nuk muj ma u këfil edhe qaq mirë. Apo thu që kompania ka shfrytzu momentin? Menoj që po, për derisa e ka qu qatë letër atje, se ne jemi marrë veshë ndryshë, na kemi thonë okej, po ja falim, ama shka të vendos gjyqi. Po që ka me shku ajo letër atje, nuk e besoj. Kur e keni konsideru ju që pja falni, ç'është e keni konsideru? Çka po i falni? Po ja falim do me thonë me familjen e tina, edhe më thoshin që normal ai nuk e ka bo me qëllim, apo kupton? Do me thonë e ka bo masi po, e ka bo me qëllim, se ka bo pa qëllim, neve na ka kallë zemrën do me thonë. Personalisht mu po, le mo që e kom motrën e vogël, e kom vllavin, e kom babën që i kalon shumë keq. Se di, unë po kërkoj ndërci dhe nuk po kom qef me na shkel. Do me thonë adis edhe më ka met pikë që krejt rastet që në lajmëru për që të... Do me thonë krejt lasët të lajmëruan për çdo sen që ka bot, rastin në stem jo, u shpërnda veç TikTok. Do me thonë, na kanë lonë si për asgjo. Për çka menon që është bukja? Se di, ndoshta që nuk i të di, s'kom asnjë ide. Avokati i caktuar tashmë nga familja thot se në prokurori morën vesh se është dorëzuar letra e nënshkruar si marrëveshje. Ata kanë shkuar atje dhe kanë shprehur ngushëllimin, por unë sa kam folur me Meriemen, në momentin kur e kanë shprehur ngushëllimin, sigurisht familja e ka pranuar se nuk ka qenë edhe një vdekje që është bërë me qëllim me dashje, por sigurisht nga neglizhimi dhe pakujdesia e kort, ata kanë kërkuar falje dhe zonjës ja kanë dhënë një zar për 5.000 euro. Ajo unë sa kam informacion, sa kam biseduar me familjen e viktimës, këtë vajzën e zonjës Meriemen, ata kanë thonë që ne me këta nuk kemi bërë dakordancë që të pranojmë para apo shumë të holla, sepse ende është rasti i freskët, pra nëna aty ende sa është vërosur, këta kanë shkuar në familje dhe kanë dhënë një shumë të parave e cila tregon që është një shumë prej 5.000 euro dhe ja kanë lënë në zarf të mbyllur. Gjë që familja nuk ka thirrur, nuk ka kërkuar nga ata që
kjo të mbëlohet, sepse është një vdekje. Dhe para se gjithë duhet presim rezultatet se çka po ndodh me rastin dhe janë procedura se si të bëhet kompenzimi. Ama të shkon në atë mënyrë dhe t'i ofrohet një 5.000 eurove në zarf dhe të lihet ajo 5.000 euro pa vullnetin e familjes, kjo është diçka no sens dhe s'ka kuptim. Por në anën tjetër, në këtë ta themi një këtë marrëveshje të një anshme, se di ku kanë dashur të dalin me atë shumë të 5.000 euro dhe pse si kanë ardhur ato 5.000 euro këto firma, ata kanë shkruar një dokument dhe vetë zonja Meriemen ka treguar, ai dokument është nënshkruar, ajo ka shkruar me atë vetdije, me atë dëshirë që po nënshkruhet diçka që disi si po rregullon raportin me tyne dhe nuk do ta ndjek, nuk e di atë përmbajtje. A e ka lexuar zonja Meriemen këtë përmbajtje të kësaj letre të cilën e kanë nënshkruar Edeni? Zonja Meriemen paraprakisht sa di unë e ka lexuar, por zonja Meriemen nuk ka qenë e pëlqimit dhe e vullnetit që kjo letër të kalon tek prokurori. Pra disi ka qenë si një marrëveshje si e shprehim ngushtimin dhe konsideratën e kemi ndaj ajo që ka ndodhur një vdekje tragjike dhe ka shkuar mat ide se po nënshkruaj diçka duke shprehur personat juridik pendesën. Dhe sigurisht ndoshta pak edhe ajo sigurisht se pjesëtarët e Komitetit Rom nuk i din shumë gjërat dhe ka qenë një gjendje e tronditur se vdekja tani ka qenë e freskt taze të themi, siç thuhet, atë dokument pa pëlqimin e zonjës Meriemen dhe të familjes të viktim kanë çuar tek prokurori. Dhe kur kam shkuar unë me zonjën në fjalë për të njoftuar me çështjen dhe pse nuk kemi datë që të dëgjohet pasi kanë kaluar 3 muaj dhe nuk është thirrur viktima, ai prokurori në prezencë edhe të kësaj zonjës Meriemen, vajzës të ndjerës, ka thënë që ke një marrëveshje që ti pajtosh. Ajo është befasuar dhe ka kajtur. Edhe unë jam befasuar dhe unë e kam pyetur posa që kemi dalë nga zyra e prokurorit çka është ai dokument, domosdoshmë sepse edhe unë tani e kam marrë çështën dhe mua më ka qenë si avokat para aktit kryer. Zonja Meriemen ka thënë që unë kam shkruar dokument, por për këtë dokument nuk kam dhënë përgjigje që të shkon tek prokurori, sepse me këtë dokument tani personi që ka shkaktuar një vdekje e kemi në arrest shtëpiak. Pra mendoni tash personi që ka shkaktuar vdekjen e kemi në shtëpi. Edhe kjo është. Domethënë është arrestuar personi që ka shkaktuar. Personi është arrestuar, ndaluar dhe është paraburgosur në periudhë prej 1 muajve, por që tani ende pa i pritur rezultatet e hetimeve dhe rasti është i ndihshëm dhe prokurori të merr një vullnet dhe të ndroj masën e paraburgimit në një masë tjetër, vetëm se është një dokument dhe ti e pajtuar, kjo s'ka si çudi, kjo është padrejtësi dhe është neglizhim, por mua është rast që duhet të na brengos gjithëve sepse kjo vdekje mund të ndodhë secilit dhe këto firma disi janë po paraqiten si të fortë dhe ndoshta kushtimisht ta themi nuk po ka dikush që të mirë të i dënoj këto firma se në ditën kur është shkelur kjo grua, aty kanë filluar të punojnë dhe nuk janë vendosur shiritat. Dhe kjo tregon që këtu ka drejtësi selektive. Në prokurorinë themelore të Prizrenit tashmë janë deponuar dokumentet e këtij hetimi. Prokurori i cili po heton rastin i ka thënë kallëzopënime se palët kanë deklaruar si janë pajtuar, por nuk kanë përmendur në asnjë rast pagesa apo mjete financiare. Në kuadër të hetimeve janë ndërmarrë edhe veprime të tjera hetimore. Janë marrë edhe deklaratat e të dyshuarit, si dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar, përkatësisht bashkëshortit të viktimës, i cili në prezencën e avokatit Genxhini në proces verbal ka deklaruar se familjet janë pajtuar mes vetes sipas zakoneve. Një rrethanë e tillë nuk është determinuese për prokurorinë, duke marrë parasysh që rastet e tilla kryen nga pakujdesia. Masa e paraburgimit për të vazhduar për 1 muaj është masë e rëndë dhe panevojshme, nga se nuk përmbushen kushtet ligjore për një masë të tillë. Megjithatë, theksojmë se vepra penale për të cilët dyshohet i pandehuri ndiqet sipas detyrës zyrtare ose ex officio dhe një marrëveshje e tillë eventuale ndërmjet palëve nuk nënkupton lirimin nga përgjegjësia penale. Vajza e viktimës vazhdon rrëfimin duke thënë se kompania shfrytëzoi momentin e rëndë të familjes për të bërë marrëveshje sipas saj. Ta thoshin që po dojnë me na ndihmua, ma me që sen që e kanë bo, mu nuk po mduket të ndihma, po kupton? Edhe do me thonë ata që me 5.000 euro që na kanë ndonë, nuk e di tash, a i kanë ndonë për qep, a i kanë ndonë që kompania u desht, me dhonë që ka shumë, se neve na kanë ndodhë rasti stepte, nuk është që jemi provu me që to sena, po kupton? Edhe babi jam nuk ka ditë, sa din ingrati, se nuk jemi ka me vedi as njo, unë për vetin do shta halo kumet me trauma, unë prej që kom pa nanën tem për toke, s'di, nuk muj ma u këfil edhe qa që mirë. Apo thu që kompania ka shfrytëzuar momentin? Menoj që po, për derisa e ka qu qatë tjetër atje, se ne jemi marrë veshë ndryshë, na kemi thonë po ja falim, ama shka të vendosë gjyqi. Po që ka me shkuaj o letër atje, nuk e besoj. Menoj që ndoshta edhe prej komunitetit, hajse ndoshta këto janë hashkali, edhe adi nuk e bojnë të madhe, ose kanë marrë veshë ndoshta që familja jo nëse baba e më është pasher, adi nështë do me thonë që
si një këto farpun, ama jo, nëse s'është babi për shembull jam unë nuk ja lo let. Për nonën tem nuk ja lo let hiç kur. Unë ju dalë krah domethënë edhe babës tem, edhe vllavit tem, edhe motrës tem, si një vajzë e madhe e mamit tem që jam. Se na kalon keq, apo kupton? Sti. Në hetimin e një aksidenti ku vdiq një grua, kompania në pronësi të së cilës ishte kamioni ndërhyu duke i ofruar 5.000 euro në fond të ndihmës familjes së viktimës. E ky fakt u mbajti fshehur nga të dyja palët prokurorisë së Prizrenit, e cila tashmë është duke e hetuar rastin. Sipas ligjit, në secilën rrethon kur të dëmtuarit pranojnë mjete monetare apo favore prej personave të cilët janë të involvuar në një formë apo tjetër në rast, duhet t'ja bëjnë të ditur këtë rrethon prokurorit. Po në rastin e Prizrenit, kjo nuk ishte ndodhur. Prokuroria e Prizrenit mohon se është në dijeni se parat janë dhënë. Ata thonë se kjo çështje nuk u tha kur është intervistuar edhe burri i viktimës në prokurori. Lidhur me pretendimet për dhënje të mjeteve financiare në vlerë prej 5.000 eurosh, ju njoftojmë se përkundër faktit që prokurori i rastit ka marrë deklaratën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar, përkatësisht bashkëshortit të viktimës. Gjatë deklarimit të tij nuk është përmendur një shumë e tillë, as në marrëveshjen e dorëzuar nga palët për pajtim. Në pranitë e avokatëve nuk përmendet kurfar shumë të hollave. Gjithashtu, së fundmi nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar është pranuar dhe plotësimi i kallëzimit penal, i cili do trajtohet dhe vlerësohet në kuadër të procedurës hetimore. Në vijim të kësaj, prokuroria themelore në Prizren është duke ndërmarrë edhe veprimet e fundit hetimore, të cilat do të çojnë drejt vendimarrjes lidhur me ngritjen e aktakuzës në këtë çështje penale. Ekipi ynë shkon edhe më tutje. Në një bisedë me menaxherin e kompanisë Renelual Tahiri, emrin e të cilit nuk arriti ta marrë vesh sepse nuk e tregoi, e konfirmon se parat u dhante familja, por jo për të blerë drejtësinë, por për të ndihmuar familjen. 5.000 euro që letë shkon letë mirët ja kena dhonë për mja shno shkujnë ndim për vorrim. Ajo të dena që fol tramas, palide fol. Janë institucionet, janë drejtësia, letë mirët me ta, na kemi të bëjmë fushon hiç. Inderuve që po na duhet me ditë, nëse juve që keni dhonë, a i keni njoftu edhe prokurorin që ja keni dhonë? Këto para? Jo, veç menaxher, drejtori shaka bon nuk di, zoj, që kaq. Okej, në rregull. A mundemi me pas një kontakt të drejtorit? Janë viktim jo, s'pashon drejtori me mrej. Jo me drejtori. Nuk moj mi adhon as shmoni me mrej me fol me ta. Çështja është veç po dojna me sqaru, nëse ju po thoni që është apo nuk është ashtu që po thotë edhe viktima, atëherë të paktën me pas një sqarim për anës ju i nderuar. Zoj, moj veç me të përshëndet, institucionet Londa është apur, ajo ka bo ankesë, ja ka falë gjakin e nonës, ja ka falë shoferit tonë. Na jemi të kompanisë. Shoferit ja ka falë me kanarë, me familje, me burra, me këtë ja ka falë gjakin. Ajo ka dalë komplet pishinave e qika në përmedja o të folë proshkova. Kompania sigurime ja ka kompenzu domin 40.000 euro. Dhe ishin familje shumë kamnohet, edhe ja kemi ofru ndihmë na si kompani. Ata nuk e kena shkel kompania, ka shkel punëtor, jo, ne kena rreth 300 punëtor. Rreth 5-6 kamiona, tash s'mujna se cili shofer na me dal me kamionit vetë me vozit. Po, e qartë. Po pse nuk e keni lënë krejt në fund i nderuar, kur bëhet vlerësimi i dëmshpërblimit me ja dhon parat? Po dëmshpërblimit s'kemi na me ja dhon, ja kompania e sigurimeve kamionit. Na vetëm për njerëz villëk ja kena dhon, oj zoj. E na për me inja si matematika kemi mujtë ndryshe. Okej. Na kemi nevoj me inja si matematika për shka. Na si kompani nuk e kena shkel, shoferi... Po, sepse vajza viktimës thotë që kjo është bo me ja letu situatën kompanisë. Po, jo vetë edhe vetë po thotë të bo me malitu, edhe vetë po thotë ku brale ajo që ka. E po është media të folë. Nuk po dina vetë shka të folë, se kanë shtinja, të jenë të e nëzit, se ti marrë shpare, ondra të paje që ka. Po, sepse në fakt, po, për atë do është avesh mi u pyet nëse është lajmëru që kjo shumë edhe nëse është dhonë për kryeshnash në prokurori. Na ja kena dhonë ta për një njerëzore, se ishin familje skamnore, për minimum ceremonia varrimit, pas varrimit që në ata procedurat, se na thanë që gjendje shumë skamnore, edhe ja dhatë për njerëzillëk. E qartë, po. Që se të keqe s'ka kur gjohë, keqë.
Prokuroria themelore në Prizren në një përgjigje për ekipin ton ka thonë që në marrëveshjet që ndërzu prej palëve në pajtim, në prani të avokatëve dhe të kompanisë, po edhe të familjes, nuk është përmend kur farë shume të hollave që është dhomë paraprakisht. Ku përmend se ne ja kemi dhënë mënyrë njerëzore për, për vorrem, se ishin familje që s'kan pasur edhe puk ka shku kanë marrë në përqësi që japin ndihmat Alil Kastrati, shujta ditore. Edhe kur dëgjum na që ose se familje e ronë, mënyrë njerëzore ja dha 5.000 euro, se s'bot nomi, nuk bot kiameti që ja kena dhënë 5.000 euro. Pra ju po e mohoni faktin që ju po e mohoni faktin që është përmend që me ndikut pak të në drejtësi me këto 5.000 euro. Po s'ke pas nevojë pëse me ndiku, për çka? Më t'ja ka shkel kompania, më t'ja kena myt me qëllim. Nuk ka për shka po ndikuna. Arsyeja më thonë që është arsye që ja kemi myt me qëllim, jemi kon hasëm. Arsye nuk ka për shka me qëllim, po kjo tyre edhe i ka pranu me parët, i ka marrë parët, apo kupton? Që i kanë marrë me parët 5.000 euro se i ndimja kena dhënë, për i zotin. Po, ata e pranojnë faktin që i kanë marrë 5.000 euro, po. Atë pse? Shumë thjesht të pyetja si, a ka pranu? Pse? Pse unë kjo pyetje, pra, mu stërgjatë? E ka pranu, ja kena dhënë si njerëz, si shqiptar, që duhet minimu. Ne ndihmojmë edhe jo rastit që ka ndodhur prej punëtorit tonë, ndihmojmë njerëzve që nuk ka të bëjnë me rastin tonë. Shikues të nderuar, kemi ndjeku një situatë pazakont ku mjete financiare i ofruan familjes së viktimës para se ata të deklarohen në prokurori për ngjarjen. Situata gjatë deklarimeve në prokurori ka rezultuar me njoftimin se familja janë pajtuar me shoferin e kamionit. Kjo sipas prokurorisë nuk është rrethon që çon shumë pesh në rast. Megjithatë, prokurori nuk ishte në djeni për parat. Kjo tashmë duhet të hetohet nëse ishte e lehtëshme dhe nëse kishte ndikim serioz në rast. E tani, nga Prizreni, shikues të nderuar, do të shkojmë në një zonë tjetër. Atje kolegu Arton Hamiti do të na sjellë një reportazh tjetër i cili lidhet sërish me sigurinë dhe shëndetin në punë. Një punëtor pretendohet se është grushtuar nga menaxheri i tij, ndërsa rasti ka probleme në hetim. Punëtorët pa kontrata dhe kushtet e tyre të punës në vazhdimsi kanë qenë pjesë e hulumtimeve dhe emisioneve tona. Arjan Dreshaj është denoncuesi i radhës në emisionin tonë. Ai thotë se ka punuar në kompaninë Kajmak SHPK, nga ku është larguar pa kontratë të punës dhe në një situatë shumë problematike pasi ishte sulmuar fizikisht. Incidenti po hetohet nga Prokuroria e Prishtinës, derisa Inspektorati i Punës nuk ka dhënë përgjigje nëse ka inspektuar kompaninë për t'ia adresuar pretendimet. Unë kam vazhduar me punu në kompaninë Algida, në Ndega Kajmak SHPK, domethënë vendodhja sajna është në Lipjan. Tash mo nuk punoj për arsye të incidentit që ka ndodhur. Shefi që më ka rra për arsye tina që nuk e di as pse. Domethënë incidenti ka ndodhur me tonën. Mëngjes domethënë jena konë pranimin e mollit që i bëhet për shpërndarjen e pikave që i ka specifike me emën. Domethënë im kanë të pranu mollin. I kena pas fletushkat për para edhe kimikun që i bjen viz. Edhe erë mëngjes të bërtit, tha edhe ju vërsul një punëtori tjetër, tha qa po më këshyri si hëtë. Edhe, a i tha se po të këshyri kur gjatë, tha i morë, tha me punu. Momentin që e ka kry me ta, mu ka vërsul mu, tha te, tha, a ma ke pru, tha dëshmin, tha që si e në retime, thash, dëshmin më ta pru, thash në vikend. Thash në vikend, thash nuk punon kërkush për më ta nxjerrë dy vërtetimin që si jam në retime, thash po gjatë javës thash ku më ta pru. Ngjarja raportohet të ketë ndodhur me datë 30 mars të këtij viti, ndërsa çështja është duke u hetuar nga Prokuroria e Prishtinës. Sipas rrëfimit të Dreshajt, komunikimi me drejtorin Klitim Çollaku u përkeqësua shumë shpejt. Ai thotë se nga një bisedë që lidhej me punën, situata kaloi në akuza personale dhe ofendime të drejtë për drejta, përfshirë pretendimet për të kaluarën e tij dhe familjen. Tha unë e di, tha të kaluarën tonë në stok çka ke bom, dhe ti je kriminal, tha dhe familja jote është kriminal. Thash, për atë pjesë thash nuk ki drejt me fol, thash se është shteti që merret me ato punë, thash nëse kum bën diçka pa drejtë, ai të kuptoj.
ma boni tha ti mu nuk mundesh më kallëzu për këtë sen, e thamë jem drejtar këtë. Thash nëse ti e drejtar, thash unë jem punëtor, thash edhe drejtat e punëtorit mundesh mi shkel. Edhe ka vazhdu, ma bo pyetjen, tha me stokun e mollit tha jenë rregull. Thash për sa e di unë, thash stokun e mollit jam shumë okej. Tha okej, tha do të mu bo numërimi i stokut. Do më thonë, ai problemin e kish pas të une, nuk e di për shka, as të çfarë arsye, se unë kur nuk e kom taku atë njerë, as nuk kom pas atë takim, as diçka fizik me të, as kur gjo. Edhe e shkarkova mollin, e qita në tokë, edhe pja filloj numërimit stokut, do më thonë akullore që i përmbonaj produktet tina. Edhe, po vjen menaxheri, për numërojmë, po del stoku 1.000 euro, që do më thonë stoku për e kompanin 1.000 euro plus është fitim për ta. Edhe ma bëm pse 1.000 euro. Thash, kur e kom pranu kombin, tash po flasim kështu. Do më thonë e kom pas stokun e një ish punëtorit që ka punu aty ma herë, do më thonë, po ma ka ngarku edhe një stok tjetër, do më thonë që më daj plusën. Edhe e harroja e pjesë. Pakënaqësitë në konfliktin për faturat nuk ishin ndalur me kaq. Në deklaratën e tij të dhënë në polici, Dreshaj pretendon se ishte sulmuar fizikisht. Sipas pretendimit të tij, në momentin kur po ngjitej drejt zyrës, u godit papritur nga Klitim Çollaku. Do më thonë, tha, dhe më shku në administratë dhe më qyrë fakturat para prakët që i kënë shutin dhe për pika. Unë në përgjithësinë e kom pas vetëm nëse e nshej fakturën e rregullt me cash, se janë 2 faktura, do më thonë që edhe sot e kom marrë të faktura që e kom dëshmi që i kom kry pagesat, edhe i kom çu fakturat e rregullta. Edhe aty delshin bërç 2.000 diçka euro që kanë kry kompanitë të ndryshme pagesën, do më thonë nuk e kom pas për detyrë me prit konfirmimin e tina për pagesat të akulloreve. Unë e kom pas për detyrë më shku me furnizu piken, me mor fakturën e rregullt, edhe m'ja dërgu në fund ditës, m'ja dërgu fakturat edhe pikat që jem kondën. Edhe pja fillon, tha ti e hajnë, ti e kriminal, ti familja ju të kështu, filloj me më sha, filloj me më ofendu. Edhe thash, zotni, thash nëse unë të kom bërq, ose nëse të kom hin hak në i sen, thash unë kom më mënu, thash më t'i pagu. A i të kuptu, janë gjona, thash që muj mu ga buton, thash si dëmës, thash që unë që jem fillistar, thash a një muj ditë si kam, edhe nuk e di që shfunksionon, thash puna. Edhe ma bën, tha, e din tha ti mirë shumë. Edhe tha, hajde tha dhe në zyre naltë, edhe menova që po dhe më mbarazu, a i të kuptu, edhe me u kry për gjithë shka përfundimisht që adhëm. Thash edhe nëse mbarazon edhe minavla tu, thash ku gjo kërkuna, bilem, po vazhdoj që tërkuna nëse kejtë në regull. Edhe tu në gjitë për pjetë shkollëve, du më thonë, a i mla më gjitë për pjetë, më ka godit me një shkap, nuk e di as ka e ka morë, as ka e ka pos ato, du më thonë, as shpejt nga godit, du më thonë që ma ka uve dijen edhe shkallë që jenë me plakat mërmeri, du më thonë një mëra me pjesën e syrit djathë, më ka uve dija dhe ka fillu me më godit. Momentin që nga godit, du më thonë, ka fillu me shirma, me buksa, të reve, du më thonë, i kam edhe shajë në telefon edhe i kam këto flasin vetë dëshmit edhe raportit e mjekut, edhe ka fillu prapë më ofendu. Për të sqaruar situatën në hapësirat e kompanisë kishte intervenuar edhe policia e Kosovës. Sipas raportit të ngjarjes, 2 persona përfshirë Dreshajn dhe Çollakun ishin shoqëruar në stacion të policisë në Graçanic për të sqaruar situatën. Edhe kena vazhdu në stacion policisë me mu më kanë morë policia me vetur zyrtarët policisë, dhe sa ajo shku me vetur tina me një policë në kerë ish pronarit temë, që unë nuk e di që a gudzon aja të sen me boj, të kuptu. Edhe momentin që kena hi në stacion policisë, dhe më thonë mu ka morë telefoni, mu ka muhu e drejta jam me thirë ose avokat ose mjek, të tash unë nuk jap deklarat pa marrë trajtimi mjekësor, ose ma më qu në trajtimi mjekësor në që kjo ose në dikun në vëllon të ma të afërm. Tha jo, tha e thirim në këtë mjekët. Dhe më thonë, kanë ardhë mjekët serbë, edhe ma kanë bon një kontrol durve, dhe më thonë, mi kanë zgjatur për pjetë, të poshtë, kryt ma kanë lëvizë, dhe ma kanë bo pëllaku, kur gjo, që së bo kur gjo. Edhe, këm vazhdu intervizën, më ka hicu gjendja apet.
Edhe ka vazhdu ai pe zyrës anene tha, sa të përfundoj me policinë kena punën e te. A e të kuptu. Edhe jem dalë pi policisë, i kom thonë zyrtarëve të policisë që dush me më qute vetura janë, me morë vetura dhe me shkuën se nuk guxoj vetë se jam i kërcënuar, aty jeni te pa. Gjatë deklaratës që e jepsha, një polic shqiptar, do më thonë e falenderoj shumë që më kanë ndihmu, do më thonë ma ka bo që nuk është vepra e vetme që e ka bo me punëtur. Do më thonë kë ishte të vazhdu të në kohën edhe policia nuk e di a jenë Serb, a jenë Shqiptar, po të në kohën ka kesh, ka bo ajgare me ta. Për të sqaruar pretendimin se në Graçanic nuk u trajtua si duhet, ekipi ynë ka tentuar të flasë me komandantin e stacionit të policisë në Graçanic. Megjithatë, komandanti Bratislav Trajković na uzoi që të dërgojmë pyetje me shkrim. Pretendimet e palës janë që nuk e ka marrë trajtimin e duhur, nuk është trajtuar rasti si duhet në Graçanic, në stacionin e Graçanicës, po. A e në gazetar? Po. Merë një informata, dërgon një email zyrtarisht të regioni Prishtinës edhe merë informata. Për pretendimet e 26 vjeçarit kemi dërguar pyetje edhe me shkrim, por deri në këto momente nuk kemi pranuar përgjigje. Pasi kishte përfunduar deklaratën në stacionin e policisë në Graçanic, Arjan Dreshaj thot se gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua duke kërkuar me pas trajtim në QKUK, ku thot se u konstatuan lëndime trupore. Përveç pretendimeve për dhunë, rasti hap edhe një çështje tjetër, atë të marrëdhënies së punës. Dreshaj thot se kishte punuar për disa javë pa kontratë pune dhe pa kontribute. Ndonse kishte kërkuar që kjo të rregullohej. Ai pretendon se kontrata ishte premtuar vazhdimisht, por nuk ishte realizuar asnjëherë. Që sa kohë punon në këtë kompani? Unë ja kom nis pi tretit, do më thonë mujin e kalum. Kaloni muj si kom bo aty. Do më thonë 2 javë e 5 dit jem konë praktikus që mu jem dalë me një shofer tina, që nuk e kom dit as që shkon sistemi, as që shabëdin leviz. A ke pas kontratë punës gjatë kësaj kohë? Jo, s'kom pas kontratë punë, as nuk ka vazhdu me ma bo kontratën e punës, edhe kom tentu që me folë gjatë kontratës më pagu të rusi penzinal, që ku kom punu, kom vazhdu me letrat punës, a i të kuptu. Se unë kom punu gastronomia dhe ku gjithmonë e kom pas të rusin e regullt, i kom pas këto gjonat e regulla. Po kësët një ma bëjke, hajtë sot, hajtë nesre, jo kam probleme me dogonën, kam ngecin dogon për akullore, edhe gjithmonë u shmongë. Në anën tjetër, drejtori kompanisë Kajmak SHPK Klitim Çollaku i mohon kategorikisht këto pretendime. Në një bisedë telefonike, ai deklaron se nuk ka pasur sulm fizik dhe se problemi lidhet me parregullsinë e punë nga ana e punëtorit. Ai madje pretendon se situata është e kundërta nga ajo që paraqitet. E kemi pranuar një raportim këtu në kallzo.com. Po. Edhe personi po pretendon që është sulmu fizikisht në vendin e tij të punës. Jo, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Personi së pari ti shiqohet e kaluar aty kriminalet, e para, e dyta, ka parregullsi në sto që ka faktikisht jemi një kompani shumë serioze, kështu që ajo është largu për si duket pasi të përfundojmë gjitha edhe ne disa analizat tonët financiare dhe materiali i cili ka qenë një jetë i ngarkuar, kështu që është herët për me thonë, po nuk është sulmuar. A ka qenë punëtor tek ju ky personi? Po, ka punu disa ditë, po. A ka pas kontratë të punës? A dhe çka tash, ju apeluni rolin e inspektoratit punës apo çka? Kush jeni ju mbas pari kallzopis? Po ju kuptoj çka po të bëshëm? Unë jam Arton Hamiti, gazetar në kallzo.com. A jeni kompetent ju për këtë çështje? Po jemi kompetent me raportu çdo parregullsi që na vjen në derë. Tregova tash. Jeni ti pak kalu me kriminalet, ti merre gjysh dusha, Ajo është diçka që ajo është një temë tjetër, po pretendimet e tij janë që ju e keni sulmu fizikisht në vendin e tij të punës. Jo, ai kundërta, ai ka sulmu. Ai ka mos përfill rregullat, nuk ka qenë bashkëpunues. A keni dhënë deklaratë në polici? Ditën e mirë, hajde. Shkoni në polici. Me rastin janë duke u marrë edhe institucionet e drejtësisë.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar se pas intervistimit të palëve, rasti është inicuar si lëndim i leje trupor. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se me datë 30 mars 2026 rreth orës 11:30 janë shoqëruar në stacionin policor palët K.Q dhe A.D, pasi që të njëjtit dyshohet për një konflikt fizik ndërmjet tyre, si pasojë e një mosmarrëveshje lidhur me punën. Pas pranimit të informatave nga Policia e Kosovës, prokurori kujdestar ka inicuar rastin lëndim i leje trupor. Prokurori i shtetit së bashku me Policinë e Kosovës janë duke i ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast. Derisa Inspektorati Punës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet që i kemi dërguar, 26 vjeçari i cili pretendon se u sulmua fizikisht në vendin e punës ka një porosi. Unë shpresoj që ligji është për tonë i njëjtë, pavarësisht a është biznesmen, a është një normal. Unë shpresoj që ligji është për tonë i njëjtë dhe ka me vepru në mënyrën më drejtë. Edhe ju kisha bë lutjet gjithëve punëtorëve që pa letra mos punani. Momentin që sheni që për ju shmangët për kontratës punës, mos rreni as edhe një minutë me punu. Që gjithmonë po vike deri te më e keqja. Dy versionet e kundërta për të njëjtin incident, njëri për dhunë fizike në vendin e punës, tjetri për mosmarrëveshje profesionale. Ajo që mbetet për të sqaruar është se çfarë ka ndodhur saktësisht dhe në çfarë rrethanash. Përgjigjet pritet të japin hetimet. Ndërkohë, rasti hap edhe çështje më të gjera që lidhen me sigurinë në vendin e punës dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve. Për çdo situatë të ngjashme apo raportim për shkeljen e të drejtave të punëtorëve, ju mund të na shkruani në platformën e kallzo.com dedikuar për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.